Një çift nga Kina, Shoin Ye dhe Giana Yao, kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë duke përfshirë në itinerarin e tyre dhe qytetin historik të Gjirokastrës. Të apasionuar pas kulturave të huaja, ata kanë qëndruar prej disa ditësh në qytetin e Gurt, duke marrë kohë për të njohur më nga afër jetën e përditshme të banorëve dhe bukuritë që ofron ky vend unik. E zgjodhëm Gjirokastrën sepse është një ndër qytetet më të veçanta të Shqipërisë. I ndërtuar i gjithë vendi me gur të Mahnit, është era e parë që e vizitoj dhe kam ngelur shumë e impresionuar. E zgjodhëm Gjirokastrën pasi ky është një vend i mbrojtur nga UNESCO. Donim ta vizitonim, na pëlqeu shumë nga fotot që kishim parë. Është një mrekulli e ndërtuar prej guri. Jemi shumë të impresionuar. Çifti shpreh i mahnitur nga arkitektura karakteristike dhe historia e pasur e Gjirokastrës. Ata e njohën këtë si ndër qytetet më të bukur të Shqipërisë, të ndërtuar me gur, dhe pikërisht kjo veçanti i shtyu ta vizitonin. Kemi shumë interes për historinë e Gjirokastrës, por gjithashtu duam të njohim edhe vetë vendin. Në fakt, kemi udhëtuar nga jugu drejt veriut dhe tani po kthehemi përsëri nga veriu në jug. Është era e parë që vim, por kemi në plan të kthehemi, sepse ka ende shumë vende që nuk i kemi vizituar. Për ta Gjirokastra mbetet një nga ndalesat më të veçanta, një vend ku historia, natyra dhe mikpritja shqiptare krijojnë një përvojë që nuk harrohet.